Dëgjom me kujdes. Ky nuk është një tekst i rehatshëm. Nuk është i butë. Nuk është ajo çfarë dëshiron të dëgjosh. Por është pikërisht ajo çfarë ke nevojë. Që kur ishe i vogël të mësuan të shikosh jashtë. Të gjesh dike fajtor. Të vendosësh emër dhe mbiemër mbi dhimbjen tënde. Dhe po, shumë herë ai emër është i nënës. Por ja çfarë askush nuk guxon të thotë, nuk është nëna jote ajo që të mban peng sot. Është ajo çfarë mendja jote bëri me të. Jo, kjo nuk është një akuzë. Nuk është një sulm. Është një e vërtet aq e papërballueshme, saqë pak guxojnë ta emërtojnë. Nëna jeton në nënvetdijen tënde shumë kohë pasi ka lënë dhomën. Ke provuar të ecësh përpara. Ke kërkuar paqen. Por paqja nuk vjen kur je ende i bllokuar në një luftë që nuk e njeh. E di cilën? Lufta kundër hijes. Luftën kundër një imazhi. Kundër një figure që nuk është as mish, as kock, por hije. Një arketip që u vendos brenda teje para se të mund të flisje. Dhe pjesa më e egër e të gjithave, kjo hije nuk largohet vetë. Kompleksi i nënës. Kështu e quante Jungu. Dhe jo, nuk është thjesht një etiket psikologjike. Është një burg emocional me shufra të padukshme. Është ai zë që të gjykon pa folur. Është ai boshllëk që nuk mbushet me asgjë. Është ajo nevojë për miratim që e tërhiqni me vete që nga fëmijëria. Dhe pjesa më mizore, nuk është as e jotja. Është trashëgimi. Është jehon, është shenjë mbi lëkurën e shpirtit. Miti që drejton jetën tënde ndoshta pyet, si shërohet diçka e tillë? Këtu fillon puna e vërtetë. Sepse sa kohë që e sheh nënën tënde si figurë të gjithfuqishme, qoftë për ta adhuruar, qoftë për ta fajsuar, nuk po sheh nënën tënde. Po sheh një mit. Një projekcion. Një imazh të shtrembëruar nga vite nevojash të pakënaqura, plagësh të paemërtuara, heshtjesh të ngarkuara me inat. Dhe e di çfarë është akoma më e rëndë? Ai mit drejton jetën tënde më shumë nga sa do të pranonin. Çdo vendim që merr duke kërkuar miratim. Çdo marrëdhënie që thyet sepse pret dike të shpëtojë. Çdo herë që nuk di të vendosësh kufi e gjithë kjo ka rënje shumë më të thella nga sa e mendon. Dhe ato rënje lindin në fëmijërinë tënde, në një shikim që mungoi, në një përqafim që nuk erdhi, në një fjalë që nuk u tha kurrë. Dhe tani je i rritur, por brenda, je ende ai fëmijë që donte të dëgjonte, gjithçka do të jetë mirë. Por ja e vërteta më brutale, nuk do të ndodhë më. Sepse shërimi nuk është ta bësh atë të ndryshoj. Shërimi është të ndalosh ta presësh atë ta bëj. Dhe kjo është shkatëruese. Kurthi. Të thanë se falja është qelësi. Të thanë se ta kuptosh atë është rruga. Që duhet të vihesh në vendin e saj. Dhe po, e gjithë kjo mund të ndihmoj. Por jo nëse nuk bën gjën më të rëndësishme fillimisht, të shikosh brenda dhe të pranosh se plaga nuk është më përgjegjësi e askujt tjetër. Është e jotja. Vetëm e jotja. Dhe askush nuk vjen ta shëroj për ty tani më thuaj diçka. Sa herë e ke kapur veten duke vepruar si nëna? Sa herë ke thënë ose bërë gjëra që betoheshe se nuk do i përsërisje kurrë? Pikërisht aty qëndron kurthi. Kompleksi nuk është vetëm emocional, është i sjelljes. Të banon. Të drejton. Dhe nëse nuk e bën të ndërgjegjshëm, të kthen në përsëritsin e tij. Modeli përsëritet her pas here, derisa dikush të ketë guximin ta thyejë. Dhe thyrja dhemb, sepse është vrasja e një iluzioni. Është heqja dorë nga shpresa se një ditë ajo çfarë nuk ndodhi, do të ndodhë. Është pranimi se nuk do të ketë riparim magjik. Se fëmijëria nuk kthehet. Se ngushëllimi që nuk e more, duhet t'ja japësh vetes, je gati ta bësh këtë? Je gati të ndalosh të presësh të duan ashtu si ke nevojë dhe të fillosh të dashurosh veten ashtu si meriton? Sepse ajo është dera. Nuk ka tjetër. Hija që projekton. Nëna, në gjuhën e Jungut, nuk është vetëm gruaja që të dha jetën. Është arketip. Është simbol. Përfaqëson origjinën, sigurinë, ushimin emocional. Por mund të përfaqësoj gjithashtu mbytjen, varësinë, frikën të jesh vetvetja. Dhe kur ai arketip nuk është i integruar, bëhet hije që e projekton mbi gjithçka. Mbi partnerët. Mbi eprorët. Mbi miqt. Pret dike të shpëtoj. Të kuptoj pa shpjegime.
Të kujdeset për ty pa kushte. Por kjo nuk është dashuri. Është mungesë. Dhe mungesa nuk mbushet me një person tjetër. Mbushet me të vërtetën, me ndërgjegjësimin, me guximin. Hapi I parë, ndalo idealizimin. Ajo nuk ishte perfekte. Nuk ishte perëndi. Por as demoni që ndonjëherë të duket se ishte. Ishte një qenie njerëzore, e thyrë, e plagosur, me luftërat e saj të brendshme. Bëri çfarë mundi me çfarë kishte. Dhe ndonjëherë, ajo çfarë kishte, ishte shumë pak. Kjo nuk e justifikon dëmin, por e shpjegon atë. Dhe duke kuptuar këtë, diçka lirohet brenda, jo si falje e detyruar, por si kuptim çlirues. Sepse si idealizimi ashtu edhe inati janë toksik. Të dyja të mbajnë të bllokuar. Të dyja të largojnë nga realiteti. Realiteti është ky, nuk ke më nevojë për nënën. Ke nevojë për një vete tënde më të fortë, më të dhembshur, më të ndërgjegjshëm. Dhe ai version I yti nuk shfaqet vetvetiu. Duhet ta ndërtosh. Si të fillosh? Fillo duke vëzhguar reagimet e tua. Çdo herë që ndihesh I refuzuar, pyet veten, kë po shoh në fakt, personin përballë meje apo plagën time të pashëruar? Çdo herë që kërkon dashuri pa kushte, pyet veten, dua dashuri apo dua riparim? Çdo herë që braktis veten me shpresën që tjetri të mos ike, pyet veten, kush ishte I pari që më braktisi? Shërimi nuk është linear. Shërimi nuk është I bukur. Është zbritje në ferr. Është bisedë e papërshtatshme me fëmijën tënd të brendshëm. Është të shikosh kujtimet që ke varrosur, ti rilvizësh, ti ndjesh dhe pastaj ti lësh të ikin. Dhe po, ndonjëherë ai fëmijë qan. Por herë të tjera bërtet. Sa boton. Hidhet në zemërim. Sepse ka pritur shumë kohë të dëgjohet. Dëgjoje. Mos u mundo ta heshtësh me fraza vetë ndihmuese të zbrazta. Mos e mbulo me spiritualitet të lirë. Jepi hapësirë. Pyete çfarë kishte nevojë. Dhe pastaj jepja atë vetes. Vetë dhëmshuria nuk është dobësi. Është ilaç. Është e vetmja bombë që funksionon kur gjithçka tjetër ka dështuar. Dhe për ta praktikuar atë, ke nevojë për guxim, sepse ka një pjesë e ytja që ka mësuar të urrejë veten. Të fajsoj veten. Të kërkoj nga vetja. Të përsëris të njëjtin dëshkim që dikur ju imponua. Thyeje atë cikël. Riedukimi emocional nuk është vetëm lexim librash. Është të shikosh veten me sy të rinj. Të ndërtosh reagime të reja. Të ndalosh të kërkosh nënën në vendet e gabuara. Sepse bota nuk do të japë çfarë nuk ke marrë. Nuk është projektuar për atë. Bota do të kërkoj prej teje, do të gjykoj, do të injoroj. Dhe aty, në mes të atij kaosi, duhet të ndërtosh veten. Liria emocionale fillon këtu. Liria emocionale fillon kur ndalon të përsërisësh modelin. Kur zgjedh ndryshe. Kur kupton se nuk je më 5 vjeç. Se nuk je më I bllokuar në atë shtëpi. Se nuk varesh më nga një përkëdhelje. Se nuk ke më nevojë për leje për të qenë vetvetja. Por ka një pjesë e ytja që ende e beson këtë. Që ende shpreson. Që lutet në heshtje. Ajo pjesë nuk është fajtore. Por ke përgjegjësinë ta shërosh. Bëje. Jo nesër, jo kur të ndihesh gati. Bëje tani. Sepse nëse pret të ndihesh I përgatitur, nuk do të fillosh kurrë. Shërimi nuk vjen kur gjithçka është qetë. Vjen në mes të zhurmës, kaosit, frikës. Dhe kur vjen, nuk ndihet si I pritur. Ndihet si humbje. Si boshllëk. Si heshtje. Sepse shërimi është edhe lënia e një pjese e jotja që e njeh shumë mirë. Është lamtumira e rolit të viktimës. Është ndalimi I pritjes dhe fillimi I veprimin. A dhemb? Po. Por dhemb më shumë të qëndrosh ku je. Kurthi sekret, besnikëria e padukshme. Dhe tani, një shtresë edhe më e errët, më e fshehur, por jashtëzakonisht e fuqishme. Besnikëria e padukshme. Po, e dëgjove sakt. Një besnikëri që nuk e zgjodhe, por që të drejton sikur të kishe një fill të lidhur për shpirt. Sa do të avancosh? Sa do libra të lexosh? Sa do terapi të bësh? Nëse nuk e kupton këtë parim, do të kthehesh gjithmonë në të njëjtën pikë.
E pavetdijshme jote beson se nëse e kalon nënën, e tradhton atë. Kaq perverse është loja, dhe mos e mendoni me logjik. Kjo nuk arsyetohet. Ndihet. Është e stampuar thellë brenda sistemit tënd emocional. Sepse u rrite duke mësuar se identiteti yt ishte i lidhur me të sajin. Se atë çfarë ajo e jetoi, e vuajti, e besoi, edhe ti duhej ta bartje. Pa e kuptuar, bëre një pakt. Një pakt i heshtur. Një premtim i padukshëm që thot, nuk do të jem më i lirë se ty, nën. Nuk do të shërohem plotësisht nëse ti nuk u shërove fillimisht. E sheh burgun? Dhe pjesa më e frikshme, ai burg duket si dashuri. Nuk flasim për urrejtje apo zemërim. Flasim për një besnikëri të pavetdijshme që të zinxhiron me dhimbjen e saj, me frustrimin e saj, me kufijtë e saj. Kjo është arsyeja pse i përsërit historit që nuk i kupton. Kjo është arsyeja pse sa herë je gati të arrish diçka më të madhe, sabotohesh. Sepse një pjesë e jotja thot, nëse jam i lumtur dhe ajo nuk ishte, jam duke qenë tradhtar. Por ja e vërteta brutale, dhimbja jote nuk e nderon atë, ngecja jote nuk e shpëton atë. Vuajtja jote nuk e shëron atë. Kur nuk e shëroi. Gëzimi yt nuk e mbyll plagën e saj. Pra pse vazhdon të mbash ende atë çfarë nuk të takon? Nderi i vërtet ndaj nënës nuk është të përsërisësh historinë e saj. Nderi i vërtet është ta tejkalosh atë. Jo si akt krenarie. Jo si refuzim. Por si evolucion. Ajo të dha jetën, ti duhet ta shumëzosh, jo ta reduktosh. Duhet ta kthesh atë dhimbje të trashëguar në diçka të re, në ndërgjegjësim, në transformim, në jetë autentike. Por për këtë arsye, duhet të thyesh zotimin sekret. Atë që e bëre para se të mund të flisje. Atë që thot, nuk do të jem më e lirë se ti. Thyeje atë premtim. Jo me zemërim. Me dashuri. Thuaj në heshtje, edhe nëse ajo nuk është më këtu, nën, faleminderit për çfarë mund të më jepje. Por tani ndjek një rrugë tjetër. Boshllëku. Dhe nëse guxon ta vësh në dyshim atë besnikëri, ta shikosh drejt e në sy. Diçka hapet. Shfaqet një boshllëk. Një heshtje e çuditshme, sepse për herë të parë po e ndan identitetin tënd nga i saj. Po thua, unë nuk jam ti, ti nuk je unë. Dhe kjo, për fëmijën që ishe, ndihet si braktisje. Por për të rriturin që mund të bëhesh, kjo është lindje. Nuk bëhet fjalë për prerjen e marrëdhënies. Bëhet fjalë për të ridefinuar atë brenda teje. Sepse pavarësisht se nëna jote a ishte më e dashur, më e ftohtë, më e largët apo mbizotëruese, çfarë ka rëndësi nuk është ajo. Çfarë ka rëndësi është vendi që i ke dhënë asaj në psiqikën tënde. Dhe ai vend, nëse nuk e organizon, bëhet ose altar ose burg. Ose e idealizon, ose të robëron. Të dyja janë shtrembërim i njëjtë. E vetmja rrugë për të shëruar, çmontimin e fantazisë. Nëna martire. Nëna perfekte. Nëna e sakrifikuar. Nëna kudo prezente. Asnjëra nga ato figura nuk është reale. Janë konstruksione të mendjes sate. Mite që të pengojnë të shohësh të thellën, se edhe ajo ishte bi, se edhe ajo tërhiqte hijet e saja. Se edhe ajo ishte viktime e kontekstit të saj. Se edhe ajo deshi si mundi. Se edhe ajo dështoi. Dhe ti, nuk je këtu për ta përsëritur fatin e saj. Je këtu për diçka më të madhe. Për të kthyer atë trashëgimi emocionale në urtësi. Për ta bërë të pavetdijshmen të ndërgjegjshme. Për të mbyllur një cikël që fëmijët e tu, nëse i ke ose do i kesh, të mos mbajnë çfarë po mban ti tani. Sepse kjo trashëgohet. Jo objektet. Jo gjenet. Por modelet e pashëruara, emocionet e papërpunuara, traumat e heshtura, pesha e të pathënës. Nuk mund të ndryshosh të kaluarën. Por mund të ndryshosh si jeton e kaluara brenda teje. Bëje. Jo për atë. Për ty nuk ke nevojë të ndahesh me nënën. Ke nevojë të ndahesh me arketipin e shtrembëruar brenda teje. Me zërin që të gjykon sa herë shkëlqen. Me fajin që ndjen sa herë zgjedh veten. Dhe ajo liri nuk është kundër saj. Është për ty, sepse plaga origjinale nuk e përcakton fatin tënd. E përcakton ajo çfarë bën me të. Pra ja pyetja finale, sa kohë do të vazhdosh ti bësh nder një modeli që nuk të shërben më?
Sa kohë do të jetosh duke tërhequr një histori që as nuk e fillove? Ka ardhur koha ta kthesh atë dhimbje të trashëguar në motorin tënd. Të ndalosh mbijetesën dhe të fillosh jetesën. Por për atë të duhet një gjë, guxim. Guxim për të lënë besnikërinë. Guxim për të rindërtuar veten pa atë figurë që ose të dha gjithçka, ose të mohoj gjithçka. Guxim të shikohesh në pasqyrë dhe të thuash, tani jam unë ai që kujdeset për mua. Dhe kur ta bësh këtë, kur të zgjedhësh veten, kur të lirohesh, atëherë dhe vetëm atëherë do ta nderosh vërtet nënën tënde. Sepse tributi më i madh që mund t'i japësh asaj që të dha jetën është ta jetosh atë. Braktisja emocionale e brendshme. Por sa po mendon se je liruar, shfaqet diçka tjetër. Diçka edhe më delikate, edhe më e vështirë të zbulohet. Vetë braktisja emocionale. Po, ajo është drejt për drejt e lidhur me atë arketip të nënës që vazhdon të jetojë në hijen tënde. Sepse çfarë bën një fëmijë kur nuk merr kujdesin emocional që i duhet? Adaptohet. Hesht. Mëson të injorojë veten. Të shtyp. Të shtiret se nuk dhem. Dhe ajo aftësi mbijetese bëhet vite më vonë mënyra jote e jetesës. A e ke vënë re si e trajton veten? Si flet vetes brenda? Sa i kërkon vetes çfarë nuk doja kërkoje kur dikujt që e do? Kjo nuk është rastësi. Është vazhdimi i të njëjtit model. Është mënyra si ai arketip i pa integruar shprehet brenda teje. Ti vetë por i prodhon braktisjen që ke përjetuar. Por tani, nga brenda. Dhe këtu vjen nyja më brutale e të gjithë kësaj historie, askush nuk po të lëndon tani. Je ti që po vazhdon të lëndosh veten në emër të një programimi të vjetër. Çdo herë që i mohon vetes pushim. Çdo herë që minimizon dhimbjen tënde. Çdo herë që e tradhton veten për të mos shqetësuar të tjerët. Çdo herë që pranon të papranueshme nga frika e mosdashurisë, po përsëri të njëjtin skript. Nëse injoroj veten, ndoshta do të më duan. E di çfarë do të thotë kjo? Mësove të mbijetosh duke pushuar të ekzistosh emocionalisht. Dhe kjo është masakër e ngadaltë, e padukshme, e heshtur. Je bërë vetë figura autoritative. Ajo që nuk të lejon të qash. Që kërkon prej teje të jesh i fortë. Që të shtyn të performosh, të japësh, të mbash të gjithë përveç vetes. Dhe e di çfarë është gjëja më e keqe? Sa më shumë e braktis veten, aq më shumë pret dikush tjetër të vijë të shpëtojë. Por kjo nuk do të ndodhë. Sepse askush nuk mund të japë çfarë nuk po i jep vetes. Revolucioni i vërtet. Fillo të kujdesesh për veten siç nuk u kujdes kur askush. Bëhu nëna e brendshme. Riedukoje veten nga e para. Mëso t'i japësh vetes dashurinë që të refuzuan. T'i japësh leje vetes të ndihesh pa gjykim. Të flasësh me veten butësisht kur bie. Të mos kërkosh për sosmëri kur ke nevojë vetëm për ngushëllim. Po, në fillim duket e çuditshme. Sepse vite me radhë je mësuar me kamxhikun, kritikat, ftosin emocionale. Por asnjëra nga ato nuk është e jotja. Është software i huazuar. Një sistem i trashëguar jo sepse funksionon, por sepse ishte e vetmja gjë që njihje. Do ta thyesh atë cikël? Fillo me këtë pyetje, si do ta trajtoje një fëmijë që ka kaluar çfarë kam kaluar unë? Çfarë do i thosha nëse e shikoja të raskapitur, të shtëruar, gati të thyet? A do ta shtyja? A do t'i thosha se është i dobët? Apo do ta mbaja pa pyetur asgjë? Tani kupto, ai fëmijë je ti po. Edhe sot. Edhe nëse je 30, 40, 50 vjeç. Edhe nëse je forcuar. Edhe nëse duket se i ke të gjitha nën kontroll. Ai fëmijë është akoma aty. Dhe akoma pret. Por askush nuk po vjen. Jo siç e imagjinon. Sepse nuk bëhet fjalë për të gjetur shpëtimtarin e përsosur. Bëhet fjalë për t'u bërë ti vetë figura që kishe nevojë. Dhe kjo nuk është misticizëm i lirë. Është psikologji e thellë. Jungu e dinte. Ajo çfarë nuk bëhet e ndërgjegjshme, manifestohet në jetën tënde si fat. Dhe kjo zbatohet këtu me brutalitet të plotë. Nëse nuk e bën vetë braktisjen tënde të ndërgjegjshme, do ta përsërisësh në çdo marrëdhënie, çdo punë, çdo vendim. Do të jetosh nga mungesa, nga uria emocionale, nga nevoja të shpëtohesh. Dhe paradoksi është ky, ndalon të kesh nevojë të shpëtohesh kur bëhesh ti vetë strehimi yt.
Zëri i brendshëm negativ. Ka edhe një copës të harruar, nëna e brendshme negative. Ai zë brenda teje që nuk është i juaj. Ai që të thotë se nuk mjafton. Se je vonë. Se nuk e meriton. Se nuk duhet të ndjesh atë që e ndjen. Se kërkon shumë. Ai zë nuk je ti, por e ke adoptuar si të ishte ndërgjegja jote. Nuk është. Është një figurë e brendshme, një energji arketipale e shtrembëruar që zë vendin e vetë vlerësimit tënë. Dhe derisa ta çmontosh, do të jetosh duke besuar se armiku yt më i madh je ti. E nuk je. Thjesht po përsërit çfarë mësove. Si ta çmontosh? Duke e dëgjuar. Po, dëgjuar. Sepse çfarë reziston, vazhdon. Por çfarë vëzhgon, transformohet. Herën tjetër kur shfaqet ai zë, mos ik. Mos e hesht. Shikoje drejt e në sy. Pyete, nga vjen? Kujt i takon? Çfarë po më përsërit që nuk është as i imi? Dhe do t'i shohësh fiet. Do ta shohësh origjinën. Dhe në atë moment, diçka do të zgjohet brenda teje. Jo si ndriçim mistik, por si një qartësi brutale. Do të kuptosh se ke jetuar i bllokuar në një diskurs që nuk e vure kur në dyshim. Dhe kur e vësh në dyshim, rifitoni fuqinë tënde. Kjo është zgjimi psikologjik i vërtetë. Gjuha e re. Fillo duke mos e braktisur veten kur ke më shumë nevojë. Kur je i raskapitur, mos të shtytesh. Pusho. Kur je i trishtuar, mos u gjyko. Shoqërohu me veten. Kur ndihesh i frikësuar, mos u turpëro. Dëgjoje veten. Kjo është gjuha e re. Kjo është nënsia e re e brendshme. Kjo është struktura emocionale e re që thyn sheku i modelesh të trashëguara. E di se gjithë kjo duket e pamundur. Por kujto, nuk duhet ta bësh me saktësi. Duhet thjesht ta bësh ndryshe. Sepse nëse ti nuk e thyen ciklin, askush nuk do ta bëj për ty. Ndryshimi që e dëshiron me aq dëshpërim nuk është jashtë. Është në çdo gest të brendshëm. Çdo herë kur zgjedh të kujdesesh për veten, edhe kur nuk ke dëshirë. Çdo kufi që vendos, edhe nëse zëri trembet. Çdo jo që thua, për të mundur të thuash një po ndaj vetes. Kjo është akti i vërtet i dashurisë. Dhe besoje ose jo, kjo është akti i revolucionit. Sepse në një botë që të mëson të kërkosh, të ndëshkosh, të krahasosh, zgjedhja për të trajtuar veten me butësi është një akt subversiv. Është të shikosh historinë e familjes tënde në sy dhe të thuash, me mua, modeli thyet. Jo sepse je më i mirë. Jo sepse je më i fortë. Por sepse vendose të zgjohesh, dhe kur zgjohesh, asgjë nuk mund të të çojë të flesh përsëri. Jo gjykimi. Jo faji. Jo ai zë i vjetër që të paralizon të dikur. Sepse tani nuk ecën duke kërkuar miratim. Ecën nga brenda. Nga një rënje e ndërtuar me ndërgjegjësim, kufi, dashuri të vërtetë. Jo dashurim që kërkon. Jo dashurim që sakrifikon. Dashurim që mban, respekton, kujdeset. Lloji i dashurisë që duhet ta merrje gjithmonë dhe që tani mund t'ia japësh vetes. Dhe ajo, edhe nëse nuk duket, është trashëgimia e vërtetë që ja vlen të lësh pas. Kufiri i kalimit. Kur arrin këtu, diçka brenda teje ka ndryshuar tashmë. Nuk ke nevojë nga askush ta konfirmoj. E ndjen. Është ajo dridhje delikate që shfaqet kur ke parë diçka që e ke shmangur gjithë jetën. Është ai miks i çuditshëm midis boshllokut dhe fuqisë. Midis zis dhe rilindjes. Sepse po, fundi i këtij udhëtimi nuk është një duartrokitje e brendshme. As ndriçim magjik. Është heshtje. Një heshtje e re, një heshtje e pastër. Sepse guxove të thyesh zhurmën e trashëguar. Tani kupton pse shumë herë nuk e dije kush ishe me të vërtetë. Pse ishte kaq e vështirë të jesh në paqe me veten. Sepse jetoje i banuar nga zëra që nuk ishin të tua. I ngarkuar me nevoja që nuk lindën me ty duke reaguar nga një dhimbje që vinte nga breza të mëparshëm. Por jo më. Çfarë mbetet tani është e juaja. Hapësira jote. Identiteti yt. Zëri yt. Pjekuria jote emocionale e vërtetë. Nuk do të jetosh pa plagë. Por për herë të parë do të jetosh me to me ndërgjegjësim. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Sepse plagët nuk janë problemi.
Problemi është të jetosh duke ikur prej tyre. Duke u shtirur se nuk ekzistojnë. Duke besuar se nëse nuk i emërton, zhduken. Por nuk zhduken. Transformohen kur i shikon, kur flet për to, kur i kalon. Dhe pikërisht aty lind diçka. Pjekuria jote e vërtet emocionale. Jo ajo e bazuar në kontrollimin e gjithçkaje. As ajo që shtir ftohësi, por ajo që pranon se brenda teje bashkëjetojnë pjesë të thyra dhe pjesë të urta. Pjesë që ende qajnë dhe pjesë që kanë mësuar tashmë të qëndrojnë. E di çfarë do të thotë kjo? Ke kaluar pragun. Atë pikë pa kthim ku ndalon të jesh simbolikisht fëmia i së kaluarës dhe bëhesh babai ose nëna simbolike e të tashmes tënde. Nuk jeton më nga çfarë mungoj. Jeton nga çfarë zgjedh të krijosh. Dhe kjo është një fuqi që pak njerëz arrin. Sepse kërkon guxim, ndershmëri brutale dhe një vullnet pothuajse të egër për të lënë pas justifikimet, frikrat e trashëguara dhe për të filluar të jetosh nga brenda. Jo nga jehona e një historie të lashtë. Dhe tani që e di këtë, çfarë do të bësh me të? Sepse këtu mbaron teksti. Por pjesa e rëndësishme fillon tani. Pjesa e padukshme. Ajo që askush tjetër nuk do ta shoh, por ti do ta ndjesh. Çdo ditë. Në çdo zgjedhje. Çdo herë kur nuk e përsërit modelin. Çdo herë kur zgjedh nga ndërgjegjja, jo nga mungesa. Dhe ajo, edhe nëse askush nuk ta ka thënë, është një formë lirje që nuk mund të blihet. Kur dashuria për veten lind nga dhimbja e shëruar, ndalon të jetë trend dhe bëhet revolucion i heshtur. Thirrja për veprim. Nëse ky tekst të preku, nëse zgjoj diçka brenda teje që kishte rënë në gjumë. Shkruaj në komente fjalën, me mua modeli mbaron, sepse nëse ke arritur deri këtu, je tashmë ndryshe. Ke parë çfarë shumica nuk guxojnë as ta shikojnë. Dhe ajo fjalë e shkruar, sado e vogël të duket, është akti i parë i thyrjes së zinxhirit. Është deklarata e të rriturit që vendos të zgjoj fëmijën e brendshëm, ta dëgjoj dhe ta çliroj. Mos e nënvlerëso. Bëje. 2. Ndaj këtë me dike që e njeh atë heshtje të brendshme. Nuk ka nevojë të shpjegosh gjithçka. Mjafton ta dërgosh, sepse ka dikush në rrethin tënd, ndoshta shumë afër, që po bar të njëjtin peshë, po përsëri të njëjtin model dhe nuk e di se ku të fillojë. Ndarja e kësaj nuk është dobësi. Është akt dashurie. Ndoshta ky tekst është pikërisht ura që ai person priste, dhe ti je ai që mund t'ia shtrosh atë urë. Shko dhe bëj diçka që të frikson pakës. Flit me veten siç nuk ke folur kurrë. Qëndroj. Qaj nëse ke nevojë. Ose shikoje veten pa gjykim për 10 sekonda. 10. Mjafton për të filluar. Sepse kur ndryshon mënyrën si trajton veten, bota ndryshon mënyrën si të përgjigjet ty deri atëherë, le të dridhet bota kur fillon të jetosh pa përsëritur çfarë të theu.